Friksimi përmes propagandës është gjëja që kryeministri ynë di të bëjë më mirë. Ditën e sotme në hapësirën e tij të propagandës në rrjetet sociale, Rama paralajmëroi shqiptarët të mos e përdorin më VPN-n për TikTok-un, pasi është shumë e rrezikshme, sepse hakerat pastaj do të bëjnë nami në vjedhjen e të dhënave të telefonit. A thua pa TikTok-un nuk bën namin hakerat përmes keqeverisjes tënde, Orame, kur thot Luli. Babloku vazhdon t'u tregojë kundërshtarëve se më datë 11 maj do të marrin nocrokun. Nuk e kuptojmë dot se si një kryeministër që ka 12 vite në pushtet vazhdon të bëjë premtime të tilla si ajo e sotmja që pagën minimale do ta bëj 500 euro gjatë mandatit të katërt. Riardhja e ekspertëve amerikan pranë SPAK-ut pas lajmeve të rreme se Gjoja e braktisën e ka shqetësuar aq shumë Sali Berishën, saqë ky i fundit refuzon edhe ta pranoi këtë fakt. Berisha nuk bën hap pas dhe deklaron se do ta shkrijë SPAK-un. Nëse se edhe nuk ka faj këtu sepse ai e di që nuk fiton dhe nuk është se do ta shkrijë me të vërtet. Berisha paralajmëron në ëndrrën e tij me sy hapur të fitores se do ta reformojë SPAK-un me ndihmën direkte të Komisionit të Venecias. Çfarë reforme? Reformë që u mohon shqiptarëve të drejtën e procesit ligjor, po dënohen zyrtar. Kina komuniste dënon më shumë se çdo vend tjetër, por dënon edhe politikisht, ndaj edhe quhet diktaturë komuniste. E sjell këtë shembull sepse shqiptarët kanë nevojë urgjente për një riformim të këtij sistemi me Komisionin e Venecias, thot Berisha. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku demaskoi sot kryeministrin Rama në kauzën e këtij fundit false atë të integrimit të shpejtë në Bashkimin Evropian nëse fiton mandatin e katërt më 11 maj. Sipas Tabakut, deklarata e kryeministrit Rama për të dhënë pasaportën e Bashkimit Evropian e hedh në lum biznesin. Ju e dëgjoni kryeministrin që flet do të shkojmë në BE në 2027, por si do të shkojë biznesi në BE në 2027, sepse ai thotë do ju jap pasaportën, por biznesin e hedh në lum. Ne kemi nisur diskutim me biznesin për ta bërë për procesin e integrimit evropian. Sot qeveria thotë që biznesi do të shkojë me të mbathura në Bashkimin Evropian, pa investime, pa teknologji dhe standarde, ndërkohë që kemi gati planin për gatishmërinë e biznesit për në BE, jo vetëm me investime, por edhe me politika pro biznesit, thot Tabaku. Deputetja demokrate në krah të kësaj tryeze me biznesin kishte sot kreun e Partisë Demokratike Sali Berishën, ai i cili e degdisi në listë hapur edhe pse dolin ndër më të votuarat e procesit fals të primareve. Nga ana tjetër, Partia Demokratike prezantoi sot zyrtarisht programin e saj elektoral, megjithatë si Tabaku edhe të tjerët rreth rrotull saj e din mirë me në krye Sali Berishën se më 11 maj do të marrin fatkeqësisht atë që u kujton çdo ditë Edi Rama, nocrokun. 40 euro për një vot. Nuk e kemi fjalën për votat që blihen se nuk kam nga këto çmime. Këto ishin para shumë vitesh, tani është rritur shumë pazari, jo për gjë, po janë rritur edhe çmimet. Ne kemi fjalën për koston e një vote të diasporës në kuptimin e infrastrukturës së saj totale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po shkon drejt finalizimit të procedurës, përmes së cilës do të zgjidhet kompania postare që do të shpërndajë në 85 vende të botës 245.808 pako zgjedhore të votuesve në diasporë. Mësohet se 5 kompanitë ndërkombëtare që kryejnë shërbim ekspres dhe janë ftuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë TNT, DHL, FedEx, Unitrans dhe Adex. Gjatë fazës së testimit paraprak, edhe pse u ftuan të gjitha, mësohet se vetëm 2 prej tyre kanë shfaqur interes real për këtë proces. Mëngjesin e sotëm, qytetarët i kërkuan kryeministrit Rama në rrjetet sociale që të takohet me Lulzim Bashën. Mirpo Babloku rrëfen se e ka në zemër Lulin, por nuk mund ta takojë fizikisht. Deklaratës dashurore platonike i është përgjigjur menjëherë Lulzim Basha. Kreu i Demokratëve Euroatlantik thotë se kryeministri qëndron në pushtet pasi në opozit ka Sali Berishën. Basha u mundua sot ta friksojë zemrën e Ramës kur i dha lajmin e ardhjes në SPAK të ekspertëve amerikan. Rikthehet Arben Ahmetaj, këtë herë i veshur me mister. Ish numri 2 i qeverisë ka bërë një reagim misterioz. Në rrjetin e tij social Facebook, Ahmetaj shkruan: "Luftojmë kundër tre gjigantëve, i dashur Sancho, padrejtësia, Afrika dhe ignoranca, Miguel de Cervantes." Për këvallë është ky mesazh. Kjo nuk dihet, por theksojmë se në çdo dalje të tij pas largimit nga vendi, shënjestra kryesore e të gjitha denoncimeve dhe akuzave të Arben Ahmetajt ka qenë direkt kryeministri Edi Rama. Pasi e zhvatën pezën, Droqin dhe Vaçarrin si sultan të një kalifati korrupsioni, pasi ndërtuan mbi djersën mundin dhe pronën e të pambrojturve, pasi vodhën, shitën dhe ndan mes tyre çdo metër katror që mund të shitej, tani janë kthyer në pengje me kravat të partisë që i ushqeu dhe që sot i përdor për të shpëtuar pastorin Toni Gogu nga disfata elektorale. Kjo është fushata më e neveritshme që ka parë ndonjëherë periferia e Tiranës, një aleancë e pashpallur mes kriminalëve të tokës dhe një njeriu që ka kaluar nga biblat e biznesi, nga predikimet e Zotit e predikimet në fletën e votimit. Në Ndroq, Peze Vaçar s'ka
ka më administrat, s'ka shtet, ka fushat, ka militant me Rolex dhe Moncler, ndërtues pa leje që mbledhin vota, kriminal me tufa lekësh që kërcënojnë banorët dhe gjithçka për një emër, Toni Gogu. Në Pez, çdo guri është vendosur, çdo metër toki zhdukur nga hartat, çdo dokument i falsifikuar mban një firmë, Besmir Kola. Pasuria e Besmir Kolës është karikatura e arrogancës në pushtet, vil me gardë të lartë, investime në kulla, kamera sigurie, furistrad luksoze, bijuteri me diamante, dyqane në periferi të Tiranës, prona të regjistruara në emra njerëzish të besuar. Vëllai i tij Ervin Kola zyrtarisht hiqet si tregtar dyshekësh, por sot është kthyer në makinë fushate. Shkon der më der në Pez dhe në diasporë, shpërndan premtime, para dhe presion vetëm të mbush votat për pastorin Toni Gogu. Shqiptarët që kanë pushtuar prej kohësh tregun e kokainës në Holland, sot pastrojnë paratë e krimit të tyre në vendin ton. Kreu i prokurorisë posaçme Altin Dumani është takuar sot me kryeprokurorin holandez John Lucas. Kreu i SPAK-ut ndodhet në një vizitë pune në Holland. Ambasada holandeze në Tiranë jep detaje nga ky takim i rëndësishëm, ku në fokus mësohet se ka qenë lufta kundër trafikut të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave. Trafiku i organizuar i drogës dhe pastrimi i paligjshëm i parave nuk ndalen në kufi dhe as qasja e Hollandës për të luftuar këto çështje. Në datat 25 deri më 28 mars, Holanda pret një konferencë të rëndësishme ku marrin pjesë prokurorit kryesore nga Europa, Amerika Latine dhe Afrika Perëndimore së bashku me aktorë të tjerë. Konferenca synon të forcojë dhe koordinojë përpjekjet tona të përbashkëta në luftën kundër krimit të organizuar serioz dhe të ndaj perspektivat e përbashkëta. Prokuroria holandeze është krenare që ka mirëpritur në këtë aktivitet veçantë në emër të Shqipërisë zotin Altin Dumani, drejtuesi i strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet ndër të tjera në njoftimin e ambasadës. Prokuroria e Tiranës ka vendosur sekuestrimin e 3 pasurive në emër të Ilber Dobit, 36 vjeçari, i shpallur në kërkim nga autoritetet gjermane për trafik droge. Ilber Domi është në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Wiesbaden në Gjermani për veprat penale, trafik i lëndëve narkotike dhe mbajtje e shitje armëve luftarake dhe municioneve. Gjatë periudhës 2011-2024, vlera e të ardhurave të Domit dhe familjarëve të tij është më e vogël se vlera totale e investimeve dhe shpenzimeve vetjake të kryera prej tij. Ndërkohë, pjesë e grupit që merrej me shitjen dhe trafikimin e drogës në Gjermani janë vllai Ilber Domit, Edmond Domi, 41 vjeç dhe Ernest Domi, 40 vjeç. Gjykata e Tiranës vendos të kalojë për gjykim të miturin Mario Përlleshaj, autorin e dyshuar të vrasjes së 14 vjeçarit Martin Cani. Përlleshaj akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese. Në seancën e sotme gjyqësore, Gjykata e Tiranës nuk e pranoi kërkesën e avokatit të 14 vjeçarit për gjykim të shkurtuar. 14 vjeçari Përlleshaj ndodhet në institucionin e të miturve në Kavaj, ndërsa mbrojtja e tij ka tentuar disa herë në shkallët e gjyqësorit për të kërkuar lehtësimin e masës së sigurisë, por nuk ja ka dalë dot. Në seancën e sotme gjyqësore ishin të pranishëm prindërit e Martin Canit, si edhe familjar të autorit të dyshuar 14 vjeçarit Mario Përlleshaj. Martin Cani u vra më datë 18 nëntor të vitit kaluar, pak metra larg shkollës Fanoli në Tiranë. Shqiptarët jo vetëm që po largohen nga vendi i tyre duke shpopulluar me ritme të frikshme këtë të fundit, por po heqin dorë në mas nga pasaporta shqiptare. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, gjatë vitit 2024, rreth 900 shtetas shqiptar kanë hequr dorë nga shtetësia, duke regjistruar kështu numrin rekord të tyre. Krahasuar me vitin paraardhës, kjo shifër rritet me 6%. Faktori kryesor pas këtij fenomeni është se në disa shtete ku shqiptarët emigrojnë, marrja në nënshtetësi së vendit pritës kërkon heqjen dorë nga nënshtetësia shqiptare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi sot rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Akti i sotëm i hap zyrtarisht rrugën formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Pas konstituimit të kuvendet, i hapet rruga formimit të qeverisë së re me në krye vetëvendosjen dhe Albin Kurtin. Megjithatë, ky fundi do ta ketë shumë të vështirë, do të marrë kohë për formimin e një qeverie të qëndrueshme në Kosovë, pasi zgjedhjet nuk i fitoi dot këtë herë me 50+%. Megjithatë, ato që njihen janë vijat e kuqe që ka vendosur Albin Kurti, partit e opozitës në Kosovë. Franca dhe Britania e Madhe sfidojnë direkt Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentin Donald Trump dhe planifikojnë zyrtarisht dërgimin e trupave ushtarake të tyre në Ukrainë. Do të ngarkojë shefat tanë të mbrojtjes të sigurojnë që një ekip franko-britanik të dërgohet në Ukrainë ditët e ardhshme për të punuar shumë ngushtë me partnerët tanë Ukrainës. Ata do të fokusoheshin në përgatitjen e formatit forcave të armatosura të Ukrainës, bën me dije presidenti Emmanuel Macron. Kujtojmë se mbrëmjen e dieshme presidenti francez mblodhi 31 aleat të Kievit, përfshirë edhe
Australinë përfaqësuar nga kryeministra Giorgia Meloni. Në qendër të diskutimeve të tyre ishte finalizimi i garancive të sigurisë që do të ofrohen në rast të një marrëveshje paqeje me Rusin. Megjithatë, për këtë tryezë të Macron reagoi ashpër Moska. Kremlini zyrtar thotë se Londra dhe Parisi vazhdojnë të përpilojnë plane për ndërhyrje ushtarake në Ukrainë të maskuara si një lloj misioni paqëruajtës. Megjithatë, nga ajo që raportojnë mediat ndërkombëtare, mësohet se presidenti francez Emmanuel Macron i ka telefonuar presidentit amerikan Donald Trump pak para fillimit të këtij samiti. Groenlanda refuzon vizitën e zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance së bashku me bashkëshorten e këtij të fundit, me motivin se do të zbatojnë një agjendë të fshehtë me porosi të presidentit amerikan Donald Trump. Fillimisht ka qenë Usha Vance, ajo që ka aplikuar në një biznes turistik në kryeqytetin e Groenlandës, ku ka kërkuar një udhëtim familjar për të shijuar kulturën lokale, por më vonë është mësuar se ajo do të shoqërohej nga këshilltari i sigurisë kombëtare Mike Waltz e në fund fare edhe nga bashkëshorti i saj zëvendës president. Por çfarë thuhet në reagimin e këtij biznesi për anullimin ose më saktë refuzimin e kësaj vizite? Fillimisht i tham se ishte e mirëpritur, por pas shqyrtimit të mëtejshëm vendosëm të anullojmë vizitën. Nuk mund të pranojmë këtë agjendë të fshehtë dhe nuk duam të bëhemi pjesë e një shfaqje mediatike. Jo, faleminderit, Groenlanda u përket groenlandezëve. Për anullimin e kësaj vizite ka reaguar ministri i jashtëm danez, i cili e cilëson si një akt shumë pozitiv. Ndërkohë nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump insiston për marrjen e kontrollit të Groenlandës. Zëvendës presidenti J.D. Vance ka reaguar në rrjetet sociale duke justifikuar vizitën e tij në Groenland, e thotë se dëshironte të shihte nga afër sigurinë e saj dhe se sipas tij rivitalizimi i sigurisë atje është i rëndësishëm për sigurinë e të gjithë botës. Presidenti amerikan Donald Trump shkatron gjigantët e automjeteve. Pas vendimit për vendosjen e tarifave 25% nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tregjet globale janë tronditur ditën e sotme, ku më të goditurit janë Mercedes-Benz dhe BMW. Ajo që do të bëjmë është vendosim një tarifë 25% për të gjitha makinat që nuk janë prodhuar në SBA, tha Trump. Aksionet europiane u hapën me humbje të konsiderueshme për pasojë, me indeksin e makinave Stocks Europe që ra 3.3%. Prodhuesi Stellantis ishte 5.6% më i ulët në Londër, ndërsa Mercedes-Benz humbi 5% dhe BMW e Gjermanisë 4.4%. Edhe në bursën e Tokios e njëjta situatë me rënje të fortë Toyota, Mitsubishi, Nissan e Honda. E njëjta trajektore paraqitet edhe në Seul me aksionet e Hyundai Motor dhe Kia Corporation. Ky vendim i Donald Trump ka ngjallur reagime të forta ndërkombëtare.